Partia Socialiste shpalli disa muaj më parë një nismë për të luftuar nepotizmin brenda radhëve të saj, duke kërkuar që familjarët e deputetëve të mos kenë angazhime në administratën publike. Nisma u prezantua në grupin parlamentar në prani të kryeministrit Edi Rama, ndërsa detajet u bën publike nga kreu i grupit, Rauland Balla. Ai deklaroi se çdo antar familje e deputetëve që mban një pozicion në administrat duhet të largohet në funksion të rritjes së integritetit dhe besimit publik. Megjithatë, të dhënat e deklarimeve të pasurisë pranë ILDKP tregojnë një panoramë tjetër, ku një numër i konsiderueshëm zyrtarësh, si nga mazhoranca ashtu edhe nga opozita, rezultojnë të kenë familjar të punësuar në institucione publike. Sipas këtyre të dhënave, kryebashkiaku i Marrës Vangjel Tavo ka bashkëshorten të punësuar në Bankën e Shqipërisë, ndërsa deputeti i PS Ulsi Manja rezulton gjithashtu me bashkëshorte në të njëjtin institucion. Kryebashkiaku i Korçës Sotiraq Filo ka familjar të angazhuar në shoqërinë rajonale të ujësjellës kanalizime Korç. Në listë përfshihen edhe deputetë të tjerë socialist, si Piero Vengu, bashkëshortja e të cilit është e punësuar në Autoritetin e Aviacionit Civil dhe njëkohësisht këshilltare në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe Ulsi Komici, bashkëshortja e të cilit punon pranë ILDKP-KI. Raste të ngjashme evidentohen edhe në pushtetin vendor. Kryebashkiaku i Elbasanit Gledian Llatja ka bashkëshorte në pozicione drejtuese dhe këshilltare në nivel ministror, ndërsa kryebashkiaku i Gjirokastrës Flamur Golemi ka bashkëshorten të punësuar në drejtorinë e shëndetit publik. Në të njëjtën linjë, deputetja e PS Evis Kushi rezulton me bashkëshortin të punësuar në operatorin e sistemit të transmetimit, ndërsa deputeti Ervin Hoxha ka bashkëshorte në Bashkinë e Tiranës. Kryebashkiaku i Shiakut Elton Arbana ka bashkëshorte në zyrën vendore arsimore. Edhe figura të tjera politike rezultojnë me lidhje familjare në administrat, si Elisa Spiropali, bashkëshorti i së cilës është i punësuar në drejtorinë e transportit rrugor, apo Arbian Mazniku, bashkëshortja e të cilit rezulton e angazhuar në disa institucione, përfshirë Partinë Socialiste dhe struktura të tjera publike. Lista vjon me emra të tjerë si Antoneta Dhima, me bashkëshortin e Alpetrol dhe djali në Bankën e Shqipërisë, Albana Koçiu me bashkëshortin e administratën doganore dhe institucione të tjera, si dhe Ceno Klosi, me bashkëshorte në institucione financiare dhe të sigurimeve. Ndërkohë raste të ngjashme evidentohen edhe jashtë radhëve të mazhorancës. Deputeti i opozitës Fatmir Mediu rezulton me bashkëshorte në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ndërsa Agron Gjekmarkaj me bashkëshorte në Bankën e Shqipërisë. Një nga rastet më të theksuara është ai i kryebashkiakut të Tropojës Reç Bybiri, ku disa antar të familjes rezultojnë të punësuar në institucione të ndryshme publike, nga sistemi shëndetësor deri tek administrata e pronave dhe punësimit.